Rreth 370 kompani vendore, të cilat kanë 80 milion euro eksport në Bashkimin Evropian, do të goditen nga vendosja e taksës që do të duhet t'i paguajnë Unionit për shkak se në Maqedoni pjesa më e madhe e energjisë elektrike prodhohet nga qymyri. E ashtu quajtura taks për CO2 do t'i rëndojë të gjitha produktet eksportuese që lidhen me industrinë e çelikut, aluminit, çimentos, plehrave kimike dhe hidrogjenit. Kjo do të thotë se nga fillimi i vitit të ardhshëm, kompanitë që eksportojnë produkte të lidhura me këto 5 sektor do të paguajnë një çmim më të lartë për energjinë elektrike, pasi do duhet të paguajnë taks për lëshimin e dioksidit të karbonit në atmosferë gjatë prodhimit të energjisë. Nëse për një produkt të caktuar duhet të përdoret rrymë, për prodhimin e së cilës lëshohet 1 ton CO2, sipas çmimeve aktuale do të duhet të paguhen shtesë 80 euro për këtë ndotje. Zbatimi i këtyre rregullave të reja, që do të ketë ndikim serioz në eksport, aktualisht le hapësirë për paqartësi edhe brenda vetë qeverisë. Në këtë moment, nëse zbatohen rregullat e BE-s, për shkak se nuk kemi një organ të pavarur që mund të konfirmojë sa përqind e energjisë elektrike në Maqedoni prodhohet nga burimet të ripërtritshme, do të llogaritet sikur 100% vjen nga burimet ndotëse dhe do të paguhet e gjitha taks. Gjithsa nga qeveria shpresojnë se do të pranohen të dhënat e tyre, sipas së cilave një pjesë e energjisë është nga burimet të ripërtritshme dhe pjesa tjetër nga ndotës, në mënyrë që kompanitë të paguajnë vetëm përqindjen që nuk është nga burime të pastra. Енергията што се употребува за производство не може да знаеме од кого е, бидејќи тоа е нели микс. Следната недела во понеделник доаѓа господинот Ларковски, кој е председател на енергетската заедница. Имаме состанок баш на оваа тема со детали. Меѓутоа во нашите последни разговори ни беше укажано дека ќе се земе миксот на Македонија како држава. Тоа значи дека ние минатата година 40% имаме од обновливи и дека ќе биде тој микс. Значи нема да се гледа поединечно, туку ќе се гледа државата како една целина. Kjo do të thotë se një pjesë e kompanive që tashmë kanë investuar në burime të ripërtritshme ose blen energji elektrike apo burime të tjera që nuk kanë komponent ndotës, prap do të paguajnë taks. Bozhinovska thekson se qeveria ka bërë gjithçka që zbatojë rregullat dhe t'u lehtësojë bizneseve. Nga oda ekonomike e Maqedonisë mendojnë se është e nevojshme ndihmë shtetërore për tranzicionin e gjelbër të kompanive. Така да колку и да кошта, тоа ќе мора да биде составен дел на иднината на тие компании. За жал, ако се трошоци направени, да пробаме да разговараме со владата за поволни кредити, за начин како тоа да се направи, за да таа транзиција биде полесна. Nevoja për veprim të shpejtë theksohet edhe nga paralajmërimi se BE-ja do të zgjerojë taksën për industri të tjera, përfshirë tekstilin, kimiken, plastikën, celulozën dhe letrën. Nga Banka Evropiane e Investimeve paralajmërojnë ndihmë për tranzicionin e gjelbër, por gjithashtu paralajmërojnë se shumë kompani nuk janë të vetëdijshme për përfitimet e kësaj. Recent findings from our EIB survey show that round about 40% of Macedonian companies still lack knowledge of the green economy. Yet the awareness seems to be rising. 27% of Macedonian companies acknowledge that green investments can make them more competitive, and around 30% see that their revenues can grow. Sipas Bankës Evropiane të Investimeve, këto investime mund të kenë ndikim serioz në rritjen e eksportit të kompanive nga Maqedonia.